Jemi sërish të bashku në studion e Star, tani do të flasim për një sport të veçantë, I cili padyshim ka benefite, ka ndërmarrë edhe një përhapje më të gjerë në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Kemi pasur pak ditë më parë organizimin e një kampionati, bëhet fjalë për sportin e harkut, dhe për të folur më tej lidhur me këtë, kam të ftuar Bruno Leka, presidenti i Federatës Shqiptare të Harkut. Bruno, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, e vlerësoj shumë të ftesë. Tani besoj harku që ke sjellësh plotësisht I sigurt nuk ka rrezik fare. Thjesht e kemi marrë si mostër për treguar publikut si është harku, si është formuar. Gjithashtu kemi marrë një hark mosimor, një hark shkolle ku çdo moshë mund ta praktikojë këtë dhe harku për të filluar hapet e para dhe për të marrë pjesë në aktivitete kombëtare, gjithashtu në aktivitete ndërkombëtare. Por është një hark që mund ta ngrem pak ta shohim edhe tek kamerat. Okej. Ky është një hark I cili unë nuk e mendoja dhe nuk e përfituroja që do t'i kishte këtë përmasë. Përmasë. Mund t'jetë edhe pak më I madh sipas gjatësisë të personit. Si arrin ta mbash? Kjo nuk është I rënd, por është I lehtë, është përbërë druri, ka dhe harqe tjerë gjysmë profesionale, që janë me përbërje alumini, edhe krahati ka ndryshe. Harku që kemi këtu është për qëllime mosimore. Mosimore, për të filluar bazë dhe parë të një dashamirësi të harkut, për të filluar sportin e harkut në hapet e para. Nëse do dikush ta zhvillojë këtë sport, fillon të marrë një hark gjysmë profesional nëse ka dëshirë për të arritur nivele më të mira në të ardhmen, si për shembull të marrë pjesë në aktivitete ndërkombëtare dhe kombëtare, por edhe të marrë çmimet, nëse do të arrit të marrë çmimin, nëse do të marrë të arrit rezultate sipas harkut. Harku që kemi është hark mosimor, hark shkolle që fillon hapet e para që çdo njeri mund ta praktikojë. Bruno, ma konfirmo ti se kjo është përshtypje ime që sporti I harkut të ndihmon shumë mirë me koncentrimin, me përqendrimin. Gjithashtu është edhe I mirë për durimin, për fëmijët që janë të durueshëm, janë të lëvizshëm gjatë gjithë kohës, të aktiv. Është një sport që ka lidh durimin tek fëmijët, vetë disiplinën, durimin, vetë dijen. Këto elemente ndihmojnë tek të rritet tek çdo individ që ka nevojë të marrë këto elemente në vetdijen e tij. Ndërkohë, si ka nisur për ty eksperienca me harkun? Se mund kishe zgjedhur çfarëdo lloj sporti? Është një rrugtim I gjatë, pak a shumë jo I gjatë, por një pasion me pak fjalë. Kam pasur në dëshirën time, kam qenë I vogël, harkun e ke bërë nga ato fëmijët që luante me ato llastiqet, nuk e di si. Po, është pak I lëvizshëm, pak dëshirë që gjuhë mbaj një shkop e bëja vetë, edhe dëshira që gjithë këtyre viteve kam pas në vetdijen time, edhe duke parë miq shokë të mi që praktikoshin sportin e harkut, dhe pyesja ku e ke bëni, si e bëni, edhe me kalimin e kohës fillova edhe unë ta praktikoja këtë sport duke marrë një hark, duke e gjuara në një ambient një ambient ku të kisha mundësi me vështirësitë e mia gradualisht duke marrë mësime, duke shkuar tek sportistët që e praktikoshin, duke u njohur me familjen e harkut në kalimin e kohës. Sa vjeç ke qenë në momentin që ke nisur? Para 8 viteve. Para 8 viteve. Pra, ka nisur në një moshë të rritur. Të rritur. Kur edhe unë kam pasur një profesion në atë kohë dhe kam dashur të kisha një profesion të dytë, ose nga ai që kam dashur si sport më përpara. Në çfarë moshe mund të themi që është idealja për të nisur sportin e harkut? Sportin e harkut mund ta praktikojnë çdo I ri dhe I moshuar. Gjithashtu mund ta praktikojnë këto moshe për arsye se është një sport që afron njerëzit, I bën për vete, I bashkon miqësi dhe I bën një sport që ka dhe vlera të mira, si thamë më parë, durimin, vetë përqendrimin dhe vetë vlerësimin për vete. Ndërkohë që të ka ndodhur ndonjë incident gjatë këtyre 8 viteve? Jo, kam qenë shumë kujdesshëm gjatë sportit të harkut, ku e kam praktikuar, kam zgjedhur ambiente shumë të sigurta, edhe Pa është e zakonshme të ndodhin incidente? Jo, më shumë njerëzit dëmtohen gjatë sportet të tjera se sa ke harku. Si për shembull ke voleybolli, tek basketbolli, më shumë kemi lëndime tek to sporti se sa ke harku. Se janë më fizike. Më fizike, kontakti, këmbë, mund ndrydhesh, nuk ndrydhet, tu thjesht rrin dhe gjuan. Nëse ke dëshirë që mos harxhosh energji, mos të lodhesh, gjuan me hark dhe ke shplodhesh, ke harxhon energjitë negative që ti gjatë punës I akumulon, gjatë ditës akumulon, dhe harxhon me harkun.
kjo është gjithë shka. Sa kushton një hark? Nga çmimi më minimal tek çmimi më i shtrenjtë? Me këtë harku ne fillojmë te klasat mësimore dhe kjo harku kushton gati 150 euro për të filluar, për të gjuajtur dhe për të vazhduar pasionin që dikush e ka. Ky hark mund të marrësh pjesë në garat kombëtare, në aktivitetet që zhvillojnë shoqatat dhe edhe skuadrat midis qyteteve. Është një hark mësimor, një hark shkolle që mund ta praktikosh shumë thjesht dhe shumë i lehtë. Dhe me kostën shumë të pakët, por nëse do ti të arrish nivelin më të mira, do marrësh një hark tjetër më të mirë që më profesional, gjysmë profesional, të arrish nivelin më të larta në kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe çmimi më i lartë i harkut? Shkon 2500-3000 euro, shkon dhe akoma më shumë se një shigjet në garat olimpike kushton deri dhe 150 euro. 150 euro një shigjet? Një shigjet, kushton. Çfarë ndodh me këto shigjetat pasi ju i hidhni? Kjo shigjeta godet një tabel që është butë dhe nuk dëmtohet. Kjo është përbërë nga fibër karboni, nga majë metalike dhe krah plastike, ku nëse godet në ujin 2 herë, 3 herë, kjo thyet dhe nuk bën mos si shigjet. Dhe ka një kosër për 6 euro që du ta blesh her pas here këtë shigjetën. Në këtë rast tek harku mësimor, se pastaj e përmendëm që shigjeta më të mirë, më profesionale, më cilësore, ka element më të mirë se sa te ky harku. Përpara pak ditësh ju keni organizuar edhe një kampionat në Elbasan apo jo? Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Ky kampionat është kampionati i parë që organizuar nga Federata Shqiptare e Harkut dhe morën pjesë gati 4 skuadra ose 4 shoqata. Dhe gjithashtu dolën fitues në disiplina të ndryshme, si për shembull në disiplinën barbell, në disiplinën recurve, ku Elbasani mori çmimin e parë tek vajzat në disiplinën barbell, Durrësi gjithashtu në disiplinën për djemt barbell, tek recurve vajzat të huta, Tirana gjithashtu ku morën çmime të ndryshme sipas disiplinave të ndryshme. Në këtë aktivitet morën pjesë gati 60 sportistë, gjithashtu të ftuar, gjithashtu dhe të huaj nga Italia që kishin dashamirës të sportit të harkut. Doli një aktivitet shumë i bukur, ku shumica njerëzve që ishin dhe të rinj nuk njihishin me njëri tjetrin, pra një mënyrë e re për të socializuar. Po, është e vërteta, për të krijuar miqësi të reja, për të përforcuar miqësi midis njëri tjetrit dhe për të parë bazë materiale midis njëri tjetrit, për të patur sa e madhe është ky familja midis njëri tjetrit, për të patur a ka njerëz apo s'ka njerëz që merren me këtë aktivitet dhe po, pas ka njerëz dhe më shumë për... Kemi një numër eksakt të sportistëve? Sportistë për momentin janë gati, mund të jenë 50 sportistë. 50 sportistë, pra jemi akoma në hapa fillestare. Të para, por shpresojmë që të rritet ky numri, duke ftuar gjithë të rinjt, të rejat që kanë dëshirë të marrin pjesë në këtë sport, edhe të moshuar gjithashtu nëse kanë dëshirë të praktikojnë, nëse janë në qytetin e Elbasanit, në Durrës, në Tiranë, mund të shkojnë në këto klubet, si për shembull tek klubi i Elbasanit, tek klubi Studenti, tek klubi të Uta Archery, dhe ku mund të regjistrohen dhe të marrin mësimet e hapat e parë të gjutjes me hark. Dhe jo detyrimisht gjithkush duhet niset me idenë për të qenë një profesionist që do përfaqësohet pastaj në gara kombëtare apo ndërkombëtare, po mund ta bëj thjesht për të argëtuar edhe për të kaluar një kohë të mirë edhe cilësore. Never know it. Gjithmonë asnjë nuk i di mund dalësh dhe kampion. Faktikisht do zakonisht. Nuk duaj, nuk bëj, pastaj nga fundi thu, që kemi mirë, po të tjerë, po çka ka ky më shumë se sa më tjetër. Pastaj fillon të godasësh mirë dhe fitosh një çmim më të mirë. Sa duhet të stërvitesh për këtë sport? Për të pasur një performancë? Nëse do të kesh një performancë të mirë, minimum do të kesh 3 herë në javë stërvitje nga 1 orë gjys. Është si gjithë sportet e tjera që do të marrësh pjesë edhe të stërvitesh, si basketbollit, si volejbollit, si çdo sport. Nëse ke dëshirë pastaj një herë në javë për qejf, për argëtim, për të nxjerrë atë energjitë negative që ke akumuluar gjatë javës, dhe mund ta bësh, por vetëm të shkosh te klubet që praktikojnë këtë sport dhe të orientojnë të mësojnë më mirë të gjuhësh me hark. Ose nëse ke ndonjë fushë tërësisht bosh në pa njerëz. Po ke në fushë shtëpi. Okej, shtëpi shumë bukur. Mos të ketë pasojë edhe dëme. Edhe duke pasur një tabel që mos dëmtohet shigjetat, është shumë e rëndësishme se është pak e kushtueshme. Të gjitha kanë mundësinë për të blerë një shigjetë ose të vazhdueshme, se edhe është vështirë për të gjetur faktikisht, nuk është dyqani më i afërt, është gati 1000 kilometra larg
nga Shqipëria, du të shkosh në Athinë, ose du të shkosh në Bari, ose... Nuk i gjejmë në Shqipëri? Ja, shumë vështirë. Nuk kemi dyqanet të mirë fillët. Ja, ju kemi dhënë një super ide biznesi mëngjesin e shumë bukur. Por gjithashtu, edhe për të trajnerët dhe atletët që kanë dëshirë të merren një sport të ri, mund të drejtohen tek federata për të marrë disa mësimet e parë dhe hapat e parë për të vetë punësuar në këtë sport, edhe pse jo edhe për të zhvilluar më shumë këtë sport në të ardhmen. Është një mundësi e mirë që edhe bizneset gjithashtu mund të hapin range sportive, kur duke zhvilluar dhe biznesin e tyre, si për shembull lokalet ose restorantet, bujtinat që kanë një ambient terrenin të lirë, mund të zhvillojnë këtë sport duke implementuar tek biznesi i tyre. Pra duke patur edhe një mësues që i shikon. Duke dhënë mësimet e para dhe ambientin e certifikuar nga federata, ato dhe duke ndihmuar me bazë materiale, duke mësuar dhe mësimet e para, ne mësojmë si dhe ato dhe me një person që me hapat e para mund të zhvillojnë këtë sport dhe këtë biznes në ambientin të tyre private. Dhe në fakt duket një ide shumë e mirë e cila mund të sjellë goxha klientel dhe nga ana tjetër edhe një aktivitet shumë të mirë për sidomos gjatë sezonit veror kur të gjithë përpiqemi të gjejmë mënyra të tjera për të argëtuar sidomos në bregdet. Sepse vetëm të lahesh në det nuk është e mjaftueshme, po duhet gjesh edhe gjëra të tjera. Një pyetje të fundit, Bruno, cilat janë pritshmëritë nga federata dhe çfarë kampionatesh apo aktivitetesh të tjera do të organizoni? Tani, po presim edhe një aktivitet të radhës, është aktivitet me përmasë kombëtare dhe do bëhet në Durrës, shpresojmë ta bëjmë në Durrës. Mund të zhvillohet nga mezi shtatorit, ku gjithashtu do mlidhen përsëri këto skuadra që erdhën edhe një herë në Elbasan, do merret një aktivitet kombëtar ku do ndahen çmimet, ku i ftoj të gjithë dashamirës të Harkut, ku dhe ato që kanë dëshirë ta praktikojnë, ta zhvillojnë këtë sport, mund të vinë në këtë kampionat ku përpara mund të praktikojnë këto klubet si në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, të vinë përpara të gjuajnë, pastaj të shkojnë tek kampionati i radhës ku do marrin çmime, edhe pse jo edhe mund ta kenë si profesion të dytë më mbrapa, një diçka që mund ta kenë të vetëm si pasion. Të shpërblen financiarisht si sport? Kam bërë si pasion, si fillim. Nuk e mendoj pjesën financiare, kam pjesën e pasionit. Po vjen një moment që edhe pasioni duhet shpërblet. Po shpresojmë, duke pasur njerëz të duhur, edhe ky sport të ngjohet, të marrë majat. Dhe pa tjetër të zhvillohet. Jemi akoma në hapat e parë e përmendëm, por që rruga duket jetë padyshim e gjatë, por e suksesshme përsa kohë kemi disa aktivitete të cilat do të zhvillohen u të hequr nga Federata Shqiptare e Harkut. Bruno, të falenderoj për bisedën edhe të uroj shumë suksese në këtë sport të veçantë dhe të pazakontë për vendin tonë, të paktën deri më tani. Po, faleminderit shumë për ftesën, gjithashtu. Respekta.